Dhe prova tjetër është 2 CD për raportet nga kompania, për thirrjet telefonike nga telefonët, të pandekurit granit pllava dhe kushtrim kokolle, të cilët kanë qenë të çastshëm, pasi që të gjithë dim që 2 telefona të pandekurit të Naim Murseli dhe të ndjerës Liridona Murseli që kanë ndodhur atë natë, kur kanë ndodhur edhe rasti. Kanë humbur, janë zhdukur në mënyrë misterioze atë natë kur kanë ndodhur edhe vrasja. Ndërmjet tjerash, në rrjetet sociale WhatsApp, janë gjetur kontaktet ndërmjet granit plavës dhe të pandekurit Naim Murseli. Dhe si pas provave të gjetura, të njëjtit kanë filluar të zhvillohen nga data 23/11/2023. Rreth orës 18:23. 18:33. Dhe kanë vazhduar me ditë të tëra deri me 24/11/2023, 25/11/2023, 26/11/2023, 27/11/2028 dhe në datën e ndodhjes së vrasjes me 29/11/2023. Pik. Me datë 28/11/2023 në orën 19:41 i pandekuri Naim Murseli ka dërguar një mesazh granit plavës me një mesazh si që është me përmbajtje. Shok. Në thojza, shok. Sigurisht kryet nesër. Atë ka thënë shtëpia është emën. Shtëpia për paradite. Kuqa për paradite. Kuqa me qëtë but. Për paradite. Pas kësaj, ndërmjet të pandehruve, ka vazhduar edhe thirrja me telefon dhe thirrja e fundit, i cili është shkëmbyer gjatë të dhe thirrja e fundit, ndërmjet tyre, dhe thirrja e fundit, da, gjegjesisht, kontakti telefonik, ndërmjet
të pandehurit Naim dhe Granit ka ndodhur ndërmjet rrjetit social WhatsApp me datë 29/11/2023 në 29/11/2023 në ora 19:01 në ora 19:01 ku kanë biseduar 28 sekunda. Dhe duke shiqur videon incizimet të cilët janë marrë, kjo është koha kur të dytë Naimi nga një anë me familjen dhe Granit Pllava nga ana tjetër kanë qenë në restorantin Etno Kuqa në Graçanicë. Pas kësaj i pandehuri i dytë Granit Pllava ka paguar llogarinë dhe ka dalur menjëherë nga restoranti, ka hyrë në veturën e tij dhe e ka pritur Naimin me familjen e tij. Naimin dhe familjen e tij. Dhe ka filluar ti përcjell, e ka pritur. On ih je sačekao dok I nastavio da ih prati. Prokurore, vetëm pak... Samo malo. Granit Pllava je platio račun i izašao je odmah iz restorana. Ušao je u svoje vozilo i čekao je Naima sa porodicom, da? Njegovu porodicu. Dhe ka pritur Naimin dhe familjen e tij. I pratio ih sve do mesta gde je izvršio krivično delo ubistva. Dhe Sledeći i dokaz ka ndjekur pas Samo malo. ngjarjes. Deri në vendin e ngjarjes. Sledeći dokaz je jedan DVD sa kamerama restorana Etno Kuća, zarez, S'ka përkthim prokuror, veç ne znam, Čujemo se? A ndiqojemi? Po? Dëgjojemi? Hello? U redu e? Vazhdojmë. Dhe prova tjetër është një DVD me video incizime të restorantit Etno Kuqa në Graçanicë. iz koga se može videti Nga i cili incizim mund të shihet dolazak Naima sa ardhja e Naimit me familjen, njihovo stajanje tu, edhe qëndrimi i tyre në atë restorant, dolazak si dhe ardhja Granit Pljave e Granit Pllavës pak më pas, kao i njihovo si dhe odlazak. shkuarja e tyre nga ai restoran. Liridone Murseli Gjatë vrasjes të ndjerës Liridone Murseli është jedan shkrepur një i plumb pokrađena jedna čaura. dhe është gjetur gëzhoja e ati plumbi. Toga Ashtu që nga kjo, predlažem sudu propozoj gjykatës da nastavimo që të vazhdojmë me administrimin e këtyre provave. od 369 369.988,76 euro. Još jednom iznos 369 369.968,76
presje 77 euro. A prema svedočenju Dhe gjatë dëshmisë vetë të pandekurit, koje informacije je dao informatat të cilat i ka dhënë policisë hetuesve policor u pritvornoj jedinici në njësinë e paraburgimit, imao je dugovanje i prema ka pasur borgje edhe ndaj personave fizik u iznosu još në vlerë prej od 106.000 evra. 106.000 euro, To znači që do të thot U kom sum? 106.000 evra. 106.000 euro, shumë e përgjithshme 106.000 euro, To znači që do të thot da je ukupan dug që vlera e përgjithshme e borxhit okrivljenog të pandekurit najmuselji Naj Mërseli u martu mesecu në mars të vitit 2024, kada je vršena analiza kur është bërë edhe analiza stanja, e gjendjes së tij financiare, iznosio ka qenë 475 pres 968,77 968 që evra. presje 77 euro. Dhe më tej, Treći dokaz je odgovor prova tjetër nadležnih është përgjigja e organa Kraljevine organeve Švedske kompetente sa brojem të mbretërisë imate broj sudija da të Suedis. A e keni numrin gjyqtare? Mos ta lexojmë JUBC BC 2024 thyje për 00-207 uzelis moj optužnice nga 08/5/2024, koji nam i cili potvrđuje na vërteton da je që od strane švedskih organa nga ana e organeve të Suedis dobijena është marrë, odgovor është pranuar një përgjigje da je Liridona që Mërseli Liridona Mërseli imala polisu ka pasur osiguranja një policë të sigurimit jetësor Një policë të sigurimit jetësor. sa početkom me fillim važenja od 20 të vlefshmërisë 25 qershor 2022 na iznos në vlerën od 3 prej miliona 3 milion kuna. të kruneve suedeze. 3 milion kruna suedeze, në të cilat nuk është Naveden poduživalac është cekur vazhduesi u slučaju njene smrti i përfitimit të sigurimit në rast të vdekjes së saj, humbjes së jetës, a u takvim slučajevima dhe në këto raste, po švedskom zakonu sipas ligjit të Suedis, ukoliko nema nëse nuk ka kush është shfrytëzuesi i asaj police, po zakonu Dhe sipas ligjit të Suedis, nëse nuk ka bartës, nuk ka bartës bartës, po, pas vdekjes së saj, sipas ligjit në Suedi, korisnik police shfrytëzuesi i policës bi bio suprug. do të ishte bashkëshorti.